Ishte nisur për punë, aksidentohet për vdekje 21 vjeçari shqiptar në Itali. Një aksident tragjik është regjistruar në Itali, ku ka humbur jetën një 21 vjeçar shqiptar. Viktima është identifikuar si Mattia Selaj. I riu ndroi jetë pas një aksidenti teksa po lëvizte me motor. Ai përplas me një furgon të parkuar anë rrugës. Nga përplasja fort, trupi ka përfunduar disa metra larg, ku për pasoj u përplas me një tjetër mjet. Viktima raportohet se po shkonte në punë teksa ngjarja saktësisht ka ndodhur në rrugën Strada dei Vivai, pranë Sant'Angelo di Piove. I riu goditi pjesën e pasme të një fugoni Opel të ndaluar në anë të rrugës dhe pas përplasjes ai përfundoi në korsinë e kundërt, ku godit nga një makinë tjetër që po vinte nga drejtimi kundërt e drejtuar nga një grua 49 vjeçare. Ai nuk arriti të mbijetonte plagëve dhe ndroi jetë në spital 3 ditë pas ngjarjes.